Dhe shqipe të flasësh për veten është pak. Unë nuk do e kisha sugjeru asnjëherë, është e sikletshme. Do donim, jo, nuk ka problem fare, është. Jo, unë mund të flas plot, po nuk si të themi, okay, unë edhe me moshë jam i ri. Me ekspozita kam ekspozu. Në fakt në Manhattan, në New York kam 3-4 ekspozita personale. Dhe nuk është pak për që vërtetës. Kam qenë në Paris, kam 3 personale, plus kam qenë si rezident në një ndër qendrat më të mëdha në Paris, në Cité des Arts, është një qendër me 200 studio nga e gjithë bota. Aty kam qenë 2 herë prezent, nga 3 deri në 6 muaj, ku kam bërë edhe open studio edhe workshop. Kam ekspozu në Dijon, kam ekspozu në Kaunas të Lituanisë, para 2 muajsh isha në Turqi, në Stamboll, isha ekspozit personale. Në Prishtinë, në Shkup, kam pasur në Galeri Nacionale të Maqedonisë së Veriut. E tash, në pjesën e artit bashkëkohor jam fillimet e mia.